shoku komandant I përgjithshëm I forcave të armatosura të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, forcat pjesëmarrëse në paradën e 35 vjetorit të çlirimit të Dheut janë rrjeshtuar komandanti I paradës Velin Llakaj. Fjalën e rastit e mban antari I Biros Politike dhe Ministri I Punëve të Brendshme Shoku Kadri Azbiu. Popull I Tiranës, shok ushtar, vullnetar, nën oficer dhe oficer, partizan e partizane, të nderuar miq, sot marë populli shqiptar dhe forcat e tij të armatosura festojnë gjithë gëzime hare jubileun e lavdishëm të 35 vjetorit të çlirimit të Dheut e të fitores së revolucionit popullor. Më lejoni me këtë rast që në emër të Komitetit Qendror të Partisë, të Këshillit të Ministrave dhe të udhëheqësit të dashur të Partisë e të popullit ton, komandantit të përgjithshëm të forcave të armatosura, shoku Enver Hoxha, t'ju përshëndes dhe t'ju uroj nga zemra juve dhe gjithë popullit ton heroik gëzuar festën e madhe të 29 nëntorit. Paradën e madhe ushtarake e hapin veteranët, ish partizanët që zbritën nga malet me lirin atë nëntor të shënuar të 1944-s. Kur do jerë të gatshëm në çdo thirrje të partisë, ashtu si në vitet e luftës kishin matur me pushk çdo pëllëm të Dheut, pas shlirimit me armët e punës, matën gjithë vendin si ndërtues të Shqipërisë së re. Kuadratet e oficerave të Akademisë Ushtarake Mehmet Shehu. Në këtë shkollë aftësohen mëtej, politikisht e ushtarakisht, komisarët e komandantët e njësive tona ushtarake. Shkolla e lartë e bashkuar Enver Hoxha. Edhe këtu mësojnë e stërviten të përveçsojnë të dy armët, armët e zjarrit dhe armën e madhe ideologjike marksizëm-leninizmin, mësimet e partisë e të shokut Enver. Ta pasardhëse të denjat partizanëve të Mresha e ndjen veten të afta të mbrojnë fitoret dhe I gjen transheve e poligoneve kudo ku përgatitet populli I ushtar. Nëpër Shqipëri gjëmonte pushka partizane, në beratin e sapo shliruar shoku Enver porositi, të ngrihet kursi I parë I përgatitjes skuadrove ushtarake. Nga kursi erdhëm tek shkolla e lartë, e pajisur me gjithçka të nevojshme, ku kuadrot kaliten, edukohen, stërviten, përveçsojnë artin ushtarak popullor, e u mësojnë atë bijve e bijave të popullit. Skënderbegasit, fidanishtja e ushtrisë popullore. Nga ajo ditë kur ka përcyen pragun e kësaj shkolle me pushkët e ndetë nxehta mbi supet e njom, e në dekadat e mëvonshme, Skënderbegasit I gjen në çdo pozicion të mbrojtjes së Dheut, krenar që populli e partia u ka besuar detyrën e ushtarit përhershëm të socializmit.
njësia që mban emrin e brigadës së parë sulmuese Heroi i Popullit. Pasardhës partizanëve Trima, që në mëse 200 beteja fitimtare u bën të merë për armikun e shpresë për popullin, këta djem i ka në gjak traditat e shkëlqyera të luftëtarëve legjendar të asaj njësie të lavdishme partizane. Ushtarët e njësisë me emrin e brigadës së 5 të sulmuese, Heroi i Popullit, me komisar të paharruarin Besnikun, birin e lavdishëm të Partisë të Popullit Hysni Kapën, i cili ka zhvilluar një veprimtari shumë të çmuar për edukimin dhe modernizimin e forcave tona të armatosura. Të prirë nga flamuri brigadës e 6 sulmuese Heroi i Popullit, këta djemi kanë të shtrejta virtytet e partizanëve tanë, dashurinë e madhe për partinë e popullin, gatishmërinë e lartë për sakrifica sublime. Repartet e organëve të punëve të brendshme. Kuvitarët vigjilent në vendroje pranë vijës ku ndahen dy botë. Policia popullore armë dashur e diktaturës së proletariatit, kur do erë me popullin për mbrojtjen e fitoreve tona. Këta bij që në udhëtimi Shqiponja Tajrit, me flotën luftarake ajrore të modernizuar, të edukuar me virtytet e larta komuniste, guxim e patriotizëm të flakët, mbajnë të paprekshëm kufit tanë ajror. Detarët tanë Trima të kalitur në dalge furtuna, me flotën e fuqishme luftarake, roje e sigur e brigjeve tona. Forcat vullnetare të vetëmbrojtjes popullore janë mishërimi i idesë leniniste, çdo qytetar ushtar dhe çdo ushtar qytetar. Ska ushtri më të fortë se sa populli armatosur, ska luftë më të fuqishme se sa lufta popullore, në detin e cilës do digjet çdo agresor. Rinia jonë mban në duar librin, kazmën edhe pushkën, kur do i regatshme për të punuar e mbrojtur fitoret, atje ku e thretat dheu, për të quar mëtej revolucionin socialist. Në ngjelbrimin e uniformave zbulusëve sy shqiponj, urrajnë zëmrat guximtare.
armët e rrëmbyera armiqve, populli ynë qëndroi, luftoi, fitoi në shekuj. Tani që i kemi armët tona, dhe mi të gjitha njerëzit tanë të pathyshëm, me partin e Shokun Enver në balë, s'na trëmbet syri, po ndërtoj me mbroj me forca tona Shqipërinë socialiste. Para ndërlidhësve kujtojmë korrierët e thjesht partizan që shpërndanin urdhrat e betejave e sjarriqin e fitoreve. E nga ato ndërlidhës të parë, me pak mjetë të rrëmbyera në sheshin e luftës, te këto njësi me aparatura moderne e përgatitit të lartë politiko-luftarake. Qëndrimi krenar i inxhinierëve me teknikën moderne të thonë, çdo gur, çdo shkëmb, çdo pëllëmbë të okëson, kthehet menjëherë në mjet vdekje prurës për agresorët. Gjithnjët pa besë kanë qenë armiqt, por ne dim të bëjmë pa efektshëm jo vetëm predhat, por edhe helmet e tyre. Artilierët tanë vinë në këtë paradë madhështore nga repartet e poligonet e stërvitjes, ku brumosën me ideologjinë e partisë dhe me artin tonë ushtarak popullor. Nga ato topat pakët të rrëmbyera armikut, me një prej të cilëve që luam asamblen tradhtare, u modernizua artilleria jonë toksore, bregdetare, kundrajrore, reaktive, një e shumë grykshe, që ka forcë zjarri për të shkatruar çdo agresor. Tek ne ushtria popullore është ushtria e diktaturës së proletariatit, është një me popullin e armatosur, ndaj në flakët e luftës popullore do të mbarojë çdo agresor. Armiqt na kanë në gryk të pushkës, Shqipëria trime i ka në gryk të topit. Tek ne një popull i tërë i armatosur i vështron horizontet përmes shënjestrës e grykës armëve të tij të pathyera.
shkruar të këtyre luftëtarve të përgatitur politikisht, ideologjikisht e ushtarakisht, armët bëhen shumë herë më të fuqishme. Nga pushka me gjalm tek raketat. Kjo është udha e modernizimit të ushtrisë sonë popullore, për ta bërë më të pathyeshëm atë dheun, socializmin. Lufta nuk dihet kur na vjen, sepse nuk varet nga ne. Nga ne varet një gjë, që t'jemi të përgatitur e të gatshëm për çdo moment rreziku, për asgjësimin e armiqve. Tankistët tanë, vazhdues të trimërisë së Vojos, quhet mbi tankun armik, të bijve që shkruan epopenë e luftës, me tërë këto mjete moderne, sigurojnë paprekshmërinë e vendit tonë. Janë të tilla porosit komandanti i përgjithshëm i forceve të armatosura të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, Shoku Enver Hoxha, që liria dhe pavarësia e popullit dhe sovraniteti kombëtar të fituara me luftë mund të ruan dhe të mbrohen, duke pasur në këmbë një ushtri të shëndosh, të disiplinuar, të brumosur me ndjenjat proletare dhe me besnikëri të pafund ndaj popullit, partisë dhe atë dheut socialist. Atë dheu ynë që në nëntorin e parë të lirisë parakaloi me flamurin e betejave partizane, sot në nëntorin e 35 të jetës së re, manifeston me flamujt e betejave të fituara për socializëm. Festojnë sot me madhështi bitë e tuat dhe, që shprejnë edhe këtë nëntor, dashurin për partin dhe udhëheqësin e shtrejt, Shokun Enver, besnik të patundur të marksizëm-leninizmit,
që nga errësira shekullore na nxorën në dritën e pashuar të socializmit. Shqipëria me bukën e saj, vëndi dritës, çelikut, vëndi i njeriu të ri, ngre për herë dhe më lart flamujt e luftës, punës e fitoreve, simbole të unitetit patyshëm, parti, popull. Që të arrieshin të gjitha këto transformime me ritmet e ndërtimeve të skaluarës, do të duheshin shekuj, kurse ne me punën, luftën dhe udhëheqjen e partisë i arritëm për 35 vjet. Hapin e bëm kilometër, vitet shekuj. Uniteti i partisë me popullin, forca e atë dheut socialist të shprehura në këtë jubilet madh, në paradën ushtarake para kalimin e punojësve, manifestojnë besimin e patundur për fitore të reja në marshimin e Shqipërisë socialiste.